Territori i Kosovës për datën 3 gusht 2026 do të karakterizohet nga një motor relativisht i qëndrueshëm, me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë pasdites, në disa zona malore mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por pa rreshje të rëndësishme. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me një mod të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperaturat minimale priten të zbresin deri në 15 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 34 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi i veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të danave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:22 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 21 minutë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 26 deri në 33 gradë Celsius. Podujev 15 deri në 32 gradë. Skënderaj 16 deri në 33 gradë. Pej 16 deri në 33 gradë. Prishtinë 16 deri në 33 gradë. Gjakov 17 deri në 34 gradë. Malishev 17 deri në 34 gradë. Gjilan 16 deri në 33 gradë. Ferizaj 16 deri në 33 gradë Celsius. Kaçanik 15 deri në 32 gradë. Suharek 17 deri në 34 gradë. Prizren 17 deri në 34 gradë Celsius.